Mirë, mi rikthyer, do të flasim në këto momente për kongresin botror të psikoterapisë që mbahet nga data 4 deri në datën 6 qershor dhe përfaqësuesja jon atje është në një lidhje direkte me mua, Marilda Drami. Faleminderit shumë Marilda për kohën. Përshëndetje. Përpara se të nisim e t'japim detaje, do doja shumë shkurt të bëja një përmbledhje e më pas do të kem disa pyetje për ty lidhur me mënyrën se si funksionon i gjithë kongresi. Ceremonia hapse e kongresit është zhvilluar në selinë e Kombeve të Bashkuara, ndërsa punimet vazhdojnë po ashtu në universitetet të New Yorkut. Marilda merr pjesë aty si gazetare shqiptare me një punim mbi psikoterapinë, të drejtat e njeriut dhe gratë dhe është e ftuar gjithashtu të moderojë në një panel. Marilda, për çfarë është ky kongres? Po, përshëndetje, jam shumë emocionuar sepse pikërisht ndodhem në New York. Siç po thonit edhe ju, jam këtu për të ndjekur Kongresin Botror të Psikoterapisë, edhe është një nga aktivitetet më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e shëndetit mendor dhe të psikoterapisë, dhe sidomos edicioni i këtë viti akoma më tepër sepse ka një temë shumë të rëndësishme që është ajo e të drejtave të njeriu. Pra lidh psikoterapinë me të drejtat e njeriut. Kongresi organizohet nga Federata Botërore e Psikoterapisë dhe në këtë rast ka mbledhur 500 pjesëmarrës nga 57 vende të gjithë botës dhe ndodhen këtu psikiatër, psikoterapist, psikolog, studiues dhe profesionist të shëndetit mendor. Siç po thonim, ceremonia hapse u krye dje, në ditën e djeshme, në selinë e Kombeve të Bashkuara, edhe fakti që organizuan në këtë seli tregon rëndësinë që sot i jepet lidhjes midis shëndetit mendor veçanërisht, por dhe dinjitetit njerëzor dhe të drejtave të njeriut. Si u bëre pjesë e këtij aktiviteti? Atëherë, unë si gazetare, më lumtur sepse jam e vetmja përfaqësuese e Shqipërisë në panel. Unë thjesht bëra një punim dhe ju drejtova komitetit shkencor dhe për këtë arsye jam ftuar si fillim si relatore, por do moderoj edhe panelin e quajtur Psychotherapy and Human Rights, pra mbi të drejtat e njeriut dhe psikoterapinë në rolin tim të gazetares. Është diçka shumë e rëndësishme për mua sepse unë vi nga fusha e gazetarisë dhe kam trajtuar prej vitesh tema që lidhen me të drejtat e njeriut. Madje kemi botuar në Itali një libër shumë të rëndësishëm me shumë gra shqiptare që quhet pikërisht Gra shqiptare të Italisë, reflektime, testimonianca dhe emocione. Edhe unë në këtë libër kam trajtuar dhe temën e grave, identitetit të tyre dhe qytetarinë. Çfarë titulli ka punimi yt dhe për çfarë flet, se ti po më thua për gratë, për qytetarinë e tjerë me radhë, pse mendon që ky projekt të roqi vëmendje? Po, atëre, titulli është ta them direkte në shqip, kërkesa e grave për psikoterapi si një kërkesë revolucionare. Ideja kryesore është se kërkesa e grave për psikoterapi nuk duhet parë asnjëherë si shenjë dëpsie, por si një kërkesë për identitet, dinjitet dhe barazi. Në historinë e psikoterapisë gratë kanë patur një rol shumë të rëndësishëm, por shpesh ato janë quajtur histerike, të dobta, të paqëndrueshme ose iracionale. Por në të vërtetë pikërisht kërkesa e tyre për të kuruar ka ndihmuar zhvillimin e psikoterapisë moderne. Në fakt në punimin tim citoj mjek duke filluar nga viti 1700 si Gjermani Mesmer, francezi Charcot dhe austriaku Breuer, të cilët u interesuan së parmi për të kuruar gratë ashtu quajtura histerike, domethënë një herë një kohë quheshin histerike, domethënë gratë e smura. Pra, e rëndësishme është që unë në punimin tim them se gratë nuk kanë qenë thjesht objekt i studimit mjekësor, por kanë qenë dhe subjekte që kanë kërkuar një ndryshim. Pra një ndryshim revolucionar. Unë dua të kuptoj se çfarë lidhje ka në vetvete psikoterapia me të drejtat e njeriut, pse janë bashkë?
Atere, jam bashkë sepse kur mendojmë domethënë për lirinë për të drejtat e njeriut, mendojmë për lirinë e fjalës, arsimin, punës, sigurinë, diskriminimin e tjerë. Por ekziston dhe drejta për shëndetin dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe në Kushtetutën e saj në vitin 1946 e ka përkufizuar shëndetin jo vetëm si mungesë sëmundje, por si mirëqenie fizike, mendore dhe sociale. Dhe në këtë mënyrë pikërisht psikoterapia lidhet drejt për drejt me të drejtat themelore të njeriut. Në veçanti, ideja e grave është diçka, domethënë që unë e kam shumë për zemër, është diçka revolucionare për mendimin tim, fakti që gruaja ka gjithmonë kërkuar domethënë psikoterapin, edhe në punimin tim kam dashur edhe të përmend edhe punimin e një psikiatri tjetër të rëndësishëm italian që quhet Massimo Faggioli dhe teorinë e tij të lindjes njerëzore, pra Human Birth Theory. E shpjeguar thjesht si Dorella Faggioli thotë se në momentin e lindjes ndodh një reagim origjinal i të përsalindurit ndaj realitetit të jashtëm, që ai lidh me ndikimin e parë të dritës tek syri i foshnjës kur lind. Pra, sipas tij, nga ky moment lind një aktivitet shumë i rëndësishëm psikik, fillestar që ai e quan mendim pa vetdije, i cili është i lidhur me imagjinatën, afektet, aftësinë për të krijuar marrëdhënie. Për çfarë shërbejnë këto takime që ju zhvilloni atje? Në fund të ditës, çfarë rezultati nxjerrin? Sa vende nga bota marrin pjesë dhe sa përfaqësi ka? Po, pikërisht, siç po thoja në fillim, është shumë e rëndësishme sepse janë 500 pjesëmarrës nga 57 vende të botës, nga të gjithë kontinentet mund të themi, nga Evropa, Azia, Amerika e Jugut, Amerika e Veriut, pra domethënë është shumë e rëndësishme sepse është pikë takimi i profesionistëve të shëndetit mendor që takohen edhe flasin për tematika shumë të rëndësishme. Tematika të rëndësishme, por ti po më shpjegoje që në krye të herës të jam shumë krenare që jam pjesë të tjerë me radhë. Çfarë nuk dua të tregojmë, po themi, mosbesuese ndaj këtij takimi që po bëhet atje, po çfarë rezultati mund të sjellë Shqipërisë për shembull? Okej, ti na përfaqëson ne atje, je pjesë atij takimi, çfarë marrim ne back? Çfarë sjell ti si rezultati këtyre takimeve? Atëherë, gjë e parë do të thoya që, domethënë, një mesazh shumë i fortë do ishte që shëndeti mendor nuk duhet parë si luks, si turp apo si tabu, sepse mendoj se domethënë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Itali ose në vende të tjera mendohet diskutimi mbi psikoterapinë, shëndetin mendor si tabu, që është diçka që nuk duhet përmendur dhe nuk duhet folur, por fakti që këtu në New York po flitet për psikoterapinë si pjesë e dinjitetit njerëzor dhe si pjesë të drejtave të njeriut, është shumë e rëndësishme dhe për shoqërinë tonë do të thoja, domethënë sepse shpesh kërkimi i ndihmës psikologjike shoqërohet ende me paragjykime. Pra, prandaj dhe jam e lumtur që jam këtu. Po, edhe realisht doja të turoja shumë, sepse më bën përshtypje fakti që jam e vetmja shqiptare dhe kam dërguar vetë projektin dhe është pranuar, është pëlqyer dhe është një studim që daton shumë e shumë vite më parë dhe sigurisht flet për një temë që ke të drejtë nuk duhet parë si tabu, shëndeti mendor është diçka shumë për t'u vlerësuar. Edhe të uroj shumë sukses. Faleminderit. Shumë faleminderit ty Amarinda, të përshëndes. Kryeministri Edi Rama ka pasur një reagim nga pikërisht lidhur me çështjen e Zvërnecit dhe të tjerë me radhë. Nga Tivati, ai është ndalur të flasë duke thënë se pas protestës janë iranianët. Nëse jeni një sy edhe në faqen zyrtare të Top Channel, duhet të jemi të gjithë në tryezën e rumbullakët, ka thënë ai, si sot, por secili duhet të bëjë detyrën e tij kur flitet për luftën hibride. Por kur është pyetur më pas për çështjen e Zvërnecit, kryeministri është shprehur duke thënë projektin e Zvërnec nuk është ai që është folur. Keni parë video false nga Tirana, s'ka asgjë për të diskutuar, sepse s'ka asnjë projekt të miratuar. Kështu ka hedhur poshtë kryeministri pretendimet mbi projektin e Zvërnec, duke deklaruar se nuk është ai për të cilin është folur publikisht. Ndërsa, diçka tjetër që vlen për tu theksuar është se sipas kryeministrit pas protestës qëndrojnë element iranian, të cilët, siç u shpreh ai, kanë qenë të përfshirë edhe herë të tjera në sulme të ngjashme. Më konkretisht, tekstualisht Rama ka thënë këtë. Atje nuk është çështje mjedisore, është luftë hibride. Pas protestës janë iranianët që kanë qenë edhe herë të tjera të përfshirë në sulme të
të këtij lloji. Ky është komenti i kryeministrit nga pikërisht një takim që është duke zhvilluar me vendet e rajonit, ka thënë se duhet të jenë të gjitha në të njëjtën tryezë, secili duhet bëjë detyrën e vet, ndërsa nuk ka ndalur pa komentuar edhe situatën në Zvërnec. Kryeministri Rama është duke marrë pjesë në samitin BE Ballkan Perëndimor që po zhvillohet në Tivatë dhe atje është pyetur nga gazetarët edhe për çështjen e situatës në Zvërnec. Mirë, ne kemi mbritur në fund, pas pak do të jeni me edicionin informativ në Top Channel, ku ka përshtypjen edhe këtë deklaratë e Ramës dhe shumë të tjera do t'i keni më të detajuara. Ju uroj një fundjavë të mbar, bashkë do shihemi sërish të hënën në të njëjtën orë në Shqipëria Live. Kalofshi mirë.